kaluar në saktësisht në periudhën e verës, ne kemi evidentuar këtë situatë, e cila realisht ka agravuar dhe mëtej për shkak të rreshjeve të dimrit që sapo kaluam. Ne sot me njëherë do të kryejmë ndryrje mirëmbajtje provizore, që do të thotë do të konsolidojmë provizorisht me një shtresë mbuluese për të shmangur depërtimin ujrave në brendësitë të kishës.